GKK rrëzon kërkesën e gjyqtares Irena Gjuka për t'u larguar nga çështja ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, zëvendës kryetari i GKK Erjon Bani, pasi shqyrtoi argumentet, vendosi se nuk ekzistojnë kushtet e papajtueshmërisë dhe e mbajti Gjokën në proces. Vendimin e relatoi vetë gjyqtarja në seancën e sotme, prokurori Klodian Brau paraqiti një pjesë të provave që kërkon t'i bashkojnë shqyrtimit gjyqësor, ndërsa seanca u shtyp për në 9 dhjetor. Më herët ishte rrëzuar edhe kërkesa e avokatëve të Mediut për përjashtimin e Gjokës, edhe kërkesa e vetë Gjokës, që pretendonte se kishte gjykuar paraprakisht të njëjtën dosje, u konsiderua e pa bazë. Procesi ndaj Mediut vijon me të njëjtin trup gjykues. Gjykata e posaçme ka dërguar për gjykim zyrtaren e Bashkisë Tropoj Zyra Islamaj dhe biznesmenin Rok Gega, të akuzuar nga SPAK për korrupsion aktiv dhe pasiv. Pas seancës paraprakje të 25 nëntorit, në drejtimin e gjyqtares Irena Gjoka, u pranua kërkesa e SPAK për kalimin e dosjes në gjyq. Gega akuzohet për korrupsion aktiv ndaj një zyrtare publike, ndërsa Islamaj për përfitim të palikshëm gjatë ushtrimit të detyrës. Fashikulli i gjykimit do të përmbajë gjithë aktet e hetimit, përveç deklarimeve të dëshmitarve, dhe çështja do të shërtohet nga një tjetër grup gjykues brenda GKK. Vendimi është i paankimueshëm, duke hapur rrugën e procesit penal ndaj dy të pandehurve. Detajet e reja zbulojnë se Erzen Hamza Uka dhe Julian Adem Çumraku, të arrestuar pas 12 orësh rezistencë në një kull të braktisur në Orosh, kishin më shumë se një muaj që fshiheshin atje. Hetimet tregojnë se ata nuk vepronin vetëm. Një person i tretë me flokë të gjatë dhe automjet udhtonte rregullisht nga Tirana drejt Fusharzit dhe Oroshit për t'i mbështetur. Ky individ është parë disa herë në lokale me dy të kërkuarit, gjithmonë me kokën ulur, dhe dyshohet se prania e tij është ngatruar fillimisht me thashethemet për 2 gra në kull. Herën e fundit, më 18 nëntor, ai qëndroi i fshehur në një zonë të errët, teksa Uka dhe Çumraku blen furnizime. Të dy të ndaluarit tani në komisariatin e Shkodrës refuzojnë të flasin me hetuesit e antiterrorit, duke i quajtur shejtan dhe duke deklaruar se gjykohen vetëm nga Zoti. Hetimet vijojnë për identifikimin e personit të tretë dhe rolin e tij në strehimin dhe furnizimin e tyre. Pamjet e atentatit në Lushnjë tregojnë skenën e sulmit ndaj Julian Sulës, të njohur si Juli i Pashakos, i cili shpëtoi përpak një ekzekutimi të pastër. 3 autorë të maskuar i bën prit në rrugën Mistomame, njëri zbret me Kalashnikov, tjetri me pistolet. Një vonesë e vogël e makinës së atentatorëve i dha Sulës sekondat fatale për t'i shtuar gaz makinës dhe për të shpëtuar, edhe pse një plumb e kapilet në këmbë. Sulmi zgjati vetëm 10 sekonda. 15 minuta më pas, policia gjeti të djegur makinën e autorëve në fshatin Lifaj, bashkë me armët e krimit brenda. Dyshohet për vrasës me pagesë, pasi atentati synonte eliminimin e tij përfundimtar. Sula është emër i njohur për policinë, i dënuar më herët për drogë dhe i lidhur me ngjarje të rënda, përfshirë masakrën e Lushnjës 2017, megjithse për këtë të fundit nuk ju provua përfshirja. Policia italiane ka shkatruar një super rrjet të trafikut ndërkombëtar të kokainës, duke vënë në pranga 28 persona, mes tyre 6 shqiptar që jetonin mes luksit në Milano, me Lamborghini dhe hotele si Armani Hotel. Në pranga ran Marius, Elvis dhe Fation Aliu nga Kavaja, si dhe Ervin Bashmeta, Kujtim Daiu dhe Artur Hoxhosmani nga Burreli. Operacioni goditi një strukturë të lidhur drejt për drejt me Ndragetan, që sillte kokainë nga Amerika e Jugut përmes porteve europiane. Hetimi i mbështetur te komunikimet e enkriptuara në Sky ECC zbuloi një skem të gjerë që fshinte drogën në kontejner të tregtisë së ligjshme dhe që kishte shtrirje deri në Gjermani, Holand, Spanjë, Britani, Kolumbi e Brazil. Në total, rrjeti kishte trafikuar mbi 3.5 ton kokainë me vlerë mbi 27 milionë euro. Në operacion janë sekuestruar mbi 400 kg drogë dhe po kryen kontrolle masive në disa rajone të Italisë për pasuri dhe prova të tjera. Presidenti Amerikan Donald Trump ka intensifikuar përpjekjet për një marrëveshje paqeje Ukrainë-Rusi, duke nisur të dërguarin e tij special Steve Witkoff në Moskë për të takuar me presidentin Vladimir Putin. Sipas Trump, plani amerikan me 28 pika është rishkruar dhe reduktuar, ndërsa kanë mbetur vetëm disa çështje të ndjeshme. Në paralel, sekretari i ushtrisë Dan Driscoll zhvilloi takime në Abu Dhabi me delegacionet ruse dhe ukrainase. Ukraina ka kërkuar që drafti të mos favorizojë Moskën dhe të shmangë lëshimet që perceptohen si kapitullim. Aktualisht drafti është reduktuar në 19 pika, ndërsa garancitë e sigurisë për Kievin mbeten të hapura. Kremlini konfirmon ardhjen e Witkoff javën e ardhshme. Trump thotë se do të takojë Zelenskin dhe Putinin vetëm kur marrëveshja të jetë në fazën finale për t'i dhënë fund luftës. Këngëtari i njohur nga Tetova Shpat Kasapi është ndarë sot nga jeta pas një ataku kardiak gjatë qëndrimit në Itali, duke tronditur publikun dhe mbar komunitetin artistik shqiptar. Artisti 39 vjeçar, një prej emrave më të dashur të skenës shqiptare, që nga fillimi i viteve 2000 u identifikua si i preferuar i rinis me hitet e tij të paharruara si Amodo,
Dashni Palimit dhe aroma e saj, i lindur në një familje me traditë muzikore në Tetov, Kasapi u ngjit shpejt në majat e muzikës moderne shqiptare, duke lënë gjurmë me zërin, stilin dhe energjinë e tij. Ai kalon pas djalin e vogël Roar, humbja e tij është një goditje e rëndë për muzikën shqiptare dhe një dhimbje e madhe për fansat që e kanë ndjekur prej 2 dekadash.